Pas rreshjeve të dëndura që ranë në komunën e Ulqinit, një pjesë e gjimnazit publik Vllazërim Bashkim është përmbytur. U i ka dëpërtuar në disa klasa, korridore dhe hapësira ndihmëse të shkollës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në orën di. Ekipi ynë ishte në teren në ambientet e shkollës për të parë nga afër situatën. Aty gjetëm që nga orët e para të ditës të gjithë kolektivin e shkollës, të cilët ishin të angazhuar në pastrimin e ujit që kishte mbuluar dyshemet, të gjithë u bashkuan në përpjekje për të rikthyer normalitetin sa më shpejt. Drejtoria e shkollës ka ndjekur situatën me kujdes që nga mëngjesi i ditës së diel, mirë po për shkak të gjendjes së rënduar në të gjithë qytetin, ndërhyrjet e menjëhershme kanë qenë të kufizuara. Për të garantuar sigurinë e nxënësve, drejtoria ka marrë vendimin që procesi mësimor të zhvillohet online për 2 ditë radhazi, derisa ambientet e shkollës të jenë plotësisht funksionale. Në një prononcim për televizionin të UTA, drejtoresha e shkollës Ardita Kovaçi tha se situata tashmë është nën kontroll dhe se puna për pastrim po ecën me ritme të mira. Ajo shprehu mirënjohje për të gjithë stafin pedagogjik, si dhe solidaritet me të gjithë qytetarët e Ulqinit që janë prekur nga përmbytjet. Është një situatë e vështirë, por bashkë do ta kalojmë. Të gjithë jemi angazhuar me shumë përkushtim që shkolla të kthehet në gjendje normale sa më shpejt, u shpreh drejtoresha Kovaçi. Gjendemi në ambientet e gjimnazit publik Vllazërim Bashkim, ku të rreshurat atmosferike kanë shkaktuar fatkeqësisht dëme edhe këto. Si është situata sot dhe cilat le të themi janë pasojat më të mëdha që kanë lënë këto përmbytje? Fatmirësisht sot shkoh me diell dhe ndihmoj që të tërhiqet përmbytja nga shkolla jonë, megjithatë dje ka qenë një ditë e rëndë si për neve, ashtu besoj për shumë qytetarë të Ulqinit, me të cilët kemi qenë me mendje dhe zemër dhe shpresoj që të gjithë të rikuperohemi sa më parë. Në shkollën tonë, siç e keni parë nga pamjet të cilët edhe ne vetë kemi publikuar, ka ardhur tek përmbytja një pjesë mjaft të madhe të shkollës. Janë përmbytur kryesisht zyret, disa kabinete, kabineti i arsimtarëve, biblioteka e shkollës, disa pjesë të sallës së fizkulturës, e kështu me radhë. Si çdo përmbytje ka lënë dëmet e saj, megjithatë janë gjëra të rikuperueshme, të cilat ne mund t'i rikthejmë. Fatmirësisht nuk kemi dëme të cilat nuk mund të rikthehen, për shembull me ditar ose me amza. Gjitha dokumentet e tjera i kemi ruajtur në një ambient më të lartë nga sipërfaqja e tokës, por rreth 30 cm ujë që kanë hyrë dje në shkollën tonë kanë dëmtuar kryesisht ormar të ndryshëm, mjetet, kabllot e rrymave e kështu me radhë. Është kontaktuar Ministria padyshim, apo jo? Çfarë le të themi janë përgjigjet edhe do të ketë ndihmë nga ana financiare për rikuperim? Me Ministrinë kemi kontaktuar qysh dje, ato na kanë ofruar të gjithë ndihmën e nevojshme, madje edhe sot në mëngjes menjëherë janë informuar se si është gjendja. Ne do t'ju japim një raport më të hollësishëm edhe komunës Ulqinit edhe ministrisë sonë. Besoj se nuk do të ketë shumë nevojë për intervenime, megjithatë kjo ndërprerje e mësimit disi e prish atë harmoninë ose mbarvajtjen e procesit mësimor. Besoj sot dhe nesër do të kalojmë në mësim online dhe menjëherë pas dezinfektimit të shkollës do të rikthehemi në shkollë. Nëse ndoshta bëjmë një arsyetim pse ka ardhur deri tek kjo, apo ku është problematika për oborrin e shkollës apo për shkollën? Po vetë pozita e shkollës është e tillë që rrezikohet nga përmbytjet. Ne çdo herë që ka shi të themi në far formë lutemi që mos të ketë shumë rreshje sepse e dimë që rrezikohemi nga përmbytjet. Shkolla është ndërtuar në nivelin e rrugës, ndërsa kanalizimet, siç e dini në Ulqin kanë ato vështirësitë e veta, me siguri që ka nevojë për një rrjet të ri kanalizimi. Nëse nuk mund të bëhet një shkollë e re, atëherë apelojmë që rrjeti i kanalizimit të fuqizohet në mënyrë që mos të vijmë tek probleme të tilla në të ardhmen. Shohim që jeni të gjithë sot këtu. Fatmirësisht jemi të gjithë, ne si kolektiv dallohemi për solidaritetin që kemi njëri me tjetrin dhe në rastet e tilla sigurisht jemi gjithë së bashkut. Faleminderit. Ndërkohë autoritetet lokale po vlerësojnë dëmet dhe pritet që në ditët në vijim të ndërmerren masa shtesë për parandalimin e situatave të ngjashme në të ardhmen. Për momentin, energjia dhe bashkëpunimi i komunitetit arsimor në Ulqin janë shembulli më i mirë se si përballohen sfidat, me solidaritet, përkushtim dhe shpresë për ditë më të mira.